Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Thamë ta diskutojmë për herën e fundit votat edhe zgjedhjet e Shqipërisë. Për mendimin tem dhe shumë i saktë jam, me informacione shumë të sakta jam, si ato vetëm aty nuk janë zgjedhje të lira, e nuk janë zgjedhje vetëm sikur zgjedhjet popullore të nverore, si janë kanë detyruar administrata për me shkue vrape me votue për enverin, me shit voten edhe me u kthyer në shtëpi, me ton ka familje, të ton ka njerëz. E para, Edi Rama, kreshniki i maleve shqiptare, e ngriti zonin e vetë, e çoi zonin e vetë, e barazoi me Putinin, me Lukashenkon, me Erdoganin, me Kim Jongin, me Aleksandr Vučićin, e me ton autokrat të botës. Pa dëshirë me ata të Venezuelës, që ka ai shoferi autobusit. E kështu që sot Edi Rama me suitën e tij, me servilat, me spionat e sigurimit shtetit, me kriminal e vet, me ministrat e tij që të ton kanë bë, e kanë shkel ligjin, sot po varros demokracinë në Shqipëri. Sot është dita më e zezë që ka me met në histori të popullit shqiptar, majnë e men. Sot, nëse Europa e Amerika pranon zgjedhjet që janë bërë me datën 11 maj në Shqipërisë, dijeni se Shqipëria është sikur në vitin 1945, kur ja dhanë Shkopin e Nverorës, ja dhanë Pushken, ja dhanë të gjitha pushtetet, e thanë prej popullin burgose, i dhanë bolshevizmi ja dha ato gjitha, edhe se pyti as Amerikën, as Europën, as karka. Enver Hoxha si pyti, Amerika, Europa s'pa të çaj bojnë mo. Pra sot, nëse ka demokraci në Europën, në botë, nuk pranon ato zgjedhje, atëherë të gjitha përgjegjësitë jesin atij Ramo Vučićit. Sukur i metën në ver Miladin Popovićit. E dushon mungosh që i formoi Partinë Komuniste me ta, e i vrau popullin e vet me ta. Qashtu nëse pranon që do zgjedhje prej popullit shqiptar, dijeni si Shqipëria sot varros demokracinë, e thot Parti Enver, jemi gati kurdoher, Parti Enver, jemi gati kurdoher, Parti Enver, jemi gati kurdoher. Edhe shini statuin e Enverorës, e shini midis Tirane. Edhe shko nuk knashën i aty rreth statuis, ngritun e Edi Ramës, se ky po mu e ka vullot sot, se ky ka deklaru para një viti si këm fitu me zgjedhjet. Se ka ditë, se ka diktaturën mrena, i ka të gjithë ata administratin i ka çu me zërnë votime për me votu për ta, dhe që ajzi s'ka votu për Edi Ramën tjesh si prej pune. Do me thonë, sikur e në veri 1945, si filloj përshkatoj, i futi, i burgosi, i arrestoj, i internoj, qas bonin popull shqiptar, prej 1945 dhe 19, sot me datën 12 maj, nëse pranohen zgjedhjet e Shqipërisë, dijeni si që ata dhe 40 vjetë dhe zot desin jeti se 61 i ka, edhe një 30 o 40 të ishin e nishi, si jeto se mojnë edhe pak me gjylpone, me shtaga, së kërë majshin e në verin, me shirinka, me janë ojnë kryet ata servilat, dhe me thonë edhe me dek, mas 10 vjeç ata edhe 20 vjet ja u mojnë, që ato si figur kanë me u mojnë. Për me u poshtruë, për me u morë tokat, me u morë prasurit, për me u thonë kriminelve vet, oligarket vet, e njerëz vet, e me shkel popullin. E ka populluar Shqipërinë, qas ka bon mjerim të na onë të kje, për me lullzue
vetën e vetë me historitë ti, me bo popullin e vetë rrogtar pa rrogë, dhe të varfër në përbot. Poshtë komunizmi, poshtë Edi Rama, poshtë klika putiniste, erdoganiste, bielorusike, Kim Junga, e ton ata që donë me konë diktator. Poshtë diktatura, poshtë diktator, poshtë. Rënov demokracia Amerikës, rënov demokracia Europës, rënov populli Amerikan, rënov populli Europës, rënov populli Hollandes. Lavdi koft popullit Hollandes që populli më demokratin botë. Shqipëria nëse e vendos për me pranue Edi Ramën, të vivuajnë edhe 50 vite tjera.